Lorena Vidufi, jam 18 vjeç dhe nga qyteti Kavajës. Jam në vitin e 3 gjimnaz. Jetoj bashkë në familjen time, e cila përbëhet nga prindërit dhe vllai i vogël. Pasioni im është piktura dhe të merrem me sport. Sapo e mora vesh që shootingi sot është në Elbasan, u kënaqa shumë pasi unë kam origjinë nga Elbasani dhe prindërit e mi nga Elbasani. Është hera ime e parë që u pozoj me kamerë. Jemi në Vlorën e Flamurit, më bërë shumë qefi që kemi ardhur sot këtu, sidomos sepse është hera ime e parë që vi në Vlorë. Tek Miss Universe kam ardhur për provoj veten në fillim dhe për të plotësuar ëndrrën e motrës time. Zonja dhe zotrinj, mirë se keni ardhur në Miss Universe Albania dhe Kosova 2024. Mirë prisni, prezantuesin e mbrëmjes, Teni Vllaçaj. Mirë mbrëma të gjithve dhe mirë se ju gjej live nga Pallati i Kongreseve, në MCN Televizion në Shqipëri dhe Proan Televizion në Kosovë. Do të jemi edhe sonte së bashku në spektaklin e madh të bukurisë shqiptare. Zonja dhe zotri, ky është Miss Universe Albania dhe Kosova 2024, nata finale. Ashtu si çdo vit, kam kënaqësinë që këtë skenë ta ndaj gjithmonë me fitueset ndër vitet të Miss Universe, të cilat pas fitimit të kurorës kanë gjitur shkallë në karrierën e tyre edhe si prezantuese. Vjen sonte të bashkëprezantoj këtë natë finale të Miss Universe Albania 2022 me një duar trukitje shumë të fortë, Deta Kokomani. Duke shumë bukur Deta, më lejo të ndihmoj. Mirëmbrëma Teni, mirëmbrëma të gjithëve që po na ndiqni. Kënaqësi të ringjitem në skenën e Miss Universe Albania, një skenë magjike si ato të porradhave do thoja. Pasi kjo skenë ka forcën të ndryshojë jetën brenda natës, çdo vajze që ndron dhe guxon. E pjesë e kësaj porradhe u bëra edhe unë 2 vite më parë, kur pikërisht këtu ku po qëndroj tani, fitova kuroren e më të bukurës së Shqipërisë për vitin 2022 dhe përfaqësova vendin tim në Miss Universe. Sot, po rikthehem jo më si një Miss, por si prezantuese. Nuk e di Teni se në cilin rol ka më shumë emocione, por di të them që padyshim ky spektakël afirmon gjithmonë forcën e gjinisë femërore në të gjithë shqiptarinë. Faleminderit. Duke mbetur tek vlerat e grave shqiptare, në fakt Deta sonte të dy jemi shumë të privilegjuar, sepse do të bashkohet në këtë skenë një mit i televizionit shqiptar. Një nga figurat më të dashura të ekranit, një ikonë e pazëvendësueshme e prezantimit. Ajo është një dhe e vetmja, me një duar trukitje shumë të fortë. Mirpresim Silvana Braçe. Mirëmbrëma publik i dashur. Mirëmbrëma Deta, mirëmbrëma Teni dhe faleminderit shumë për komplimentin e madh. Ndjem kaq e nderuar të ndodhem në këtë sallë mitike ku kryefjalë do të jetë bukuria e vajzave shqiptare dhe jo vetëm kaq, por në qendër si gjithmonë është rritja e vetbesimit të tyre. Dhe me qenë se jemi me këtë publik të mrekullueshëm, të jashtëzakonshëm, me kaq shumë duartrokitje dhe ngrohtësi, përfitoj nga rasti që të sjell kujtimet nga vitet e shkuara. Pikërisht në këtë skenë, në vitin e largët 1991, u zhvillua spektakli i parë i bukurisë në Shqipëri, Miss Albania. Atëherë, pata fatin të isha bashkëprezantuese me Blendi Gonxhe, tashmë një personalitet edhe në qeverisjen e vendit. Dhe sa shumë vite kanë kaluar, 33 vite, dhe përsëri në këtë skenë parakalon bukuria shqiptare, ashtu sikurse edhe sonte. Dhe kam një emocion të papërshkruar, të jem mes më të bukurave, që vinë nga Shqipëria, Kosova, Malizi dhe diaspora. Këtu është nata finale e Miss Universe Albania, Kosova and Montenegro 2024. Faleminderit.
Por, kush janë ata që do të vendosin se cila prej finalisteve vazhdon garën dhe se cila do të jetë fituesja e kurorës. Juria e këtij edicionit është më e bukur se kurrë. Tani që do të them emrat e tyre, do të më jepni të drejtë. Një nga personazhet televiziv më të vlerësuar në showbizin italian, autor dhe prezantues i disa emisioneve në Rai dhe Mediaset, gazetari i mirënjohur Pascal Vicedomini. Benvenuto. Prezantuese televizive, kampione në sport, modelen ndërkombëtare, Miss Universe Albania 2019, Cindy Marina. Komplimente shumë e bukur. Doktorin e VIP-ave, që është antar jurison të nderuar, themelues dhe drejtuesi i Kate Day Hospital, Skerdi Faria. Këngëtare, aktore, prezantuese televizive, autore, si dhe tekst shkruese më e mirë në Shqipëri, Rozana Radi. Një personazh televiziv shumë i përfolur të gjithë shqiptarinë muajt e fundit, banori më i dashur në Big Brother VIP Kosova, Azem Gagica. Mbrëma, suksese. Miss Univers Albania 2020 dhe pjesë ekipi drejtues të titullit Tirana kryeqyteti Europian i rinis, Paula Mehmetukaj. Një nga moderatorët më të famshëm në Kosovë, producenti i mirënjohur Labinot Gashi. Atëherë edhe një tjetër antar të jurisë kemi, është avokat dhe aktivist i njohur Redon Meksi. Si dhe një nga agjensit më të mira në Turqi, Daman Management, ftojmë presidentit Eugen Shakir Sula. Kjo është juria jonë e nderuar, e cila ka një mision të vështirë, sepse vajzat shqiptare janë gjithmonë shumë të bukura. Prandaj, unë ju uroj punë të mbarë dhe shikim të këndshëm të gjithëve. Nisim me sfilatën e parë, me elegancën e vajzave tona, me kostume plazhi. Do duket sikur ato vinë nga deti si sirenat, por jo për të udhëhequr marinarët në lundrimet e tyre të gabuara, por për të na tërhequr ne në një det kënaqësie dhe bukurie. Vajzat i pret ai. Mendoni Uliksi? Jo, është mbreti i repit shqiptar. Inserti ju a prezanton. Një nga reperet më të mirë shqiptar dhe kantautori më i adhuruar dhe i pëlqyer në të gjithë shqiptarinë. Djali dy prindërve artist që nisi karrierën muzikore në 2005 me grupin duo Hip Hop Skills. Në vitin 2012, nis karrierën solo dhe publikon hitin debutues 100 probleme.
fiton çmimin Hiti i vitit në Top Music Awards 2016. Ka interpretuar në të njëjtën skenë me Calvin Harris, Miley Cyrus dhe Dua Lipa në Prishtinë në Sunny Hill 2019. Në janar 2020 lançon albumin e parë 10/10 me një sukses të jashtëzakonshëm. Ka bashkëpunuar me yjet më të mirë të muzikës shqiptare, si Dafina Zeqiri, Elvana Gjata, Kapital T, Flori Mumajesi, Era i Strefi, në maj 2023, një tjetër album me super hite, Një gotë për ty. E di sa më ki dasht, t'kërkoj falje që si më konon për te e kur u dasht. Fa jem ka dale po m'djek let musikasht, njerës t'i kanë 5 ndjenja e ti je numër 6. Një artist i lindur për sken, duke përqafuar çdo çështje humanitare, si tragjedia natyrore të Ermetit në Shqipëri, apo dhe si mbështetës i fushatës, Liria ka një emër. 2 albume, 53 këngë dhe 13 bashkëpunime deri tani. Vetëm hite dhe vetëm në majat e preferencave të publikut shqiptar. Ai është një dhe i vetmi, Ledri Vula. Për vëzamës kejti fali, hey, meri kejti fali, hey, asë një nuk të nali, oh baby, meri kejti fali, hey. E kom një fama në London, edhe një në Paris, një në më faqë që jëm djallës e tjetra më dënë se jëm shumë pis, me një në njëm në Oktoberfest, bashkë të pi, në mënim, me një në Smokin, Amsterdam, tjetra më ka thim, Greqin po shim, një modele në Milano, një në bank për në cëri, vjen një në shqibim pianos, tjetra më full mësu e disht, New York, me të dalën në shopping, me tjetra në LA, në Hollywood se do këtë fin. Na qysh duhe më në di, për neve dyve po pi, fal pi me e kejti ki, ama për vezemës kejti fali, meri kejti fali, as një nuk të nali, oh babe, meri kejti fali, What's up? Corona i gjolla ju. Nuk e di pse më ti si na po, nuk jena po, as jena bashk, as jena ndo. Nuk jena ndo, as jena tyt, as jena një, as jena nat, as kena ro. Në menu për neve edhe so, për që di që mente ti kom alo. S'po thëm shko, as nuk po thëm oneri, nuk po thëm ti kujtëm as të ma gjysë të të ti. Unë po vite ti, veç kalëzëm ku jeti, se u harum në edy, u harum në edy, se mali në ka marë, u harum në edy, se mali në ka marë, se baby, mali në ka marë, baby, mali në ka marë, kisha kimi jep, edhe kisha kom ti jep, nëse ti nuk këm lëm vet, edhe unë e ty t'ringat, hey, dita po e shpej, e nata po ringat, nëse kohën së në kthejna, unë e ti a kthejën prap, di që kena me kundët, kena me kundët, nëse ti po shkana jem, edhe unë e dili rët, nëse kena me kumbes, s'kena me kundët, mos po s'kena, e qa kena, mos së vëtë, ti e unë, jo ti e unë, jo ti e unë, nuk kena fun, ti e unë, jo ti e unë, nuk kena fun, veç u harum në edy, se mali në ka marë, u harum në edy,
Narko, që t'ja bën ti pa mu. Narko, narko, ti nuk du. Narko, ti nuk du. But when you in rehab and I said no. Women kon got been fat, but I bet no. Listen. Në klasë pak sexy edhe pak cool. I like the hoodie me martika e të stoni shkur. I like the pili full of fat ass me posin dur. Veç në me mundin atë dhe që do mos flasin kur. Me ty nuk kisha fshtel, inshallah s'pina ndel. Love is in the air, hajt me through fail. Behemoth mu fail, addicted ki mu m'shes, ki me dik mu t'zel, si El Chapo jail. Narko. Ej, zamër si normal, kur mas to kët kapital. Ej, baby ma ka dal, se gati na qiten mal. Jom tut gos paranormal, 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 paranormal. Se sensacional, du ju po fejhër si kristal. Ej, gjendja kritikal, jom ka hispedi ka dal. Jom tut gos paranormal, 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 I like Lori Hoxha and Loredana. Rëth më musil në zet vëstana. Like pak me rëthup si me rejt të pana. Seksi e ka banana, seksi e ka banana. Vi me shtat kjerën klub kejt huligana. Do po m'vesin kur e dosma, e do po m'presin kur përdana. Ku po shkëm pa mu. Tut na ma fut lëk me ta komendu. Ej, zemër si e normal, kur mas ton kët kapital. Ej, bebe ma ka dal, se gati na qiten mal. Jom tut gos paranormal, 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 paranormal. Se sensacional, du ju po fejhër si kristal. Ej, gjendja kritikal, jom ka hispedi ka dal. Jom tut gos paranormal, 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 paranormal. Qaj e tu fola jem veti, me pryvesh pak ta ndreqi. Me nonës tem une, ha nonës tone ledr. Trona, mujna me nini zhurun, sot ma dhe sot ajo. Let's go, se ushti mu bo dres, ha? Se ushti mu bo dres, ha? Se ushti mu bo dres, ha? Se ushti mu bo dres. Ma e mira, ma e mira, ti, ma e mira, ma e mira, unë e ti, ma e mira, ma e mira, aha, ma e mira, ma e mira, thubi kej qaj ki, thubi kej qaj ki, aha. Jo s'ka dashni, po për lo s'ka dashni. Naha, është him deli, mos i ki felit. Jo nuk pe pështelin, se mas nej tut na po felit. E jo Bambi, Bambi, se mas tegoj Bambi, Bambi, se për shë është qare, panzon s'kom qare, e qës blet me pare, po du me amare, Se unë shti më bo dres, ha? Se unë shti më bo dres,
Se është ti më bu dres, ha? Se ma e mira, ma e mira, ma unë e di, ma e mira, ma ti, ma e mira, ma Hi babe, unë ju mdhejsh i Brazilit Se ka du me lyme ti unë veç për ta sili Kina kishi po zeli se na do ku mas mirë Na përshtotin që shdo këndjete ku edhe stili Qëllimi, me të bo për veti antilipimi Tire ta vjetë zemre nuk e di qa krimi Mas nej pa mu nuk o me te sekundi ora Data, viti, vera, timni Dojnë me na po kesh, yeah, they be dreaming Kevo kolla mas neve me qërë ka deltimi Përshëndet edhe hejtera se levje na streamin E ti fu djarori kryesu se na veti na filmi yeah. Uj, po mbën te Uj, po mbën te Rio, de Janeiro Rio, de Janeiro Rio, Se Rio, Se Rio, Tell the people going down. Let you feel going down. Think on your showing up. Passamos uma incrível das minhas. Suksese vajza, çfarë energjie nga mbreti i repit shqiptar, një dhe i vetmi Eledri Vula. Urojm sukses Eledri. Një javë më parë, ne shëtitëm në Green Coast, ku vajzat tona sfiluan buzdetit duke krijuar një atmosferë krejt të veçantë. Ndjekim bashk një insert të sfilatës së vajzave tona në Green Coast, në destinacionin tuaj të preferuar. E ndjekim. Mirë se keni ardhur në çeljen e sezonit turistik këtu në Green Coast. E duke mbetur të këto pamje mahnitse të Bregdetit tonë në jug, tashmë kam kënaqësinë të zbulojmë një surprizë që Green Coast ka menduar për vajzat pjesëmarrëse të Miss Universe. Njëra prej jush vajza do të mund të përfitojë një kontratë bashkëpunimi marketing për një afat 1 vjeçar. Ky bashkëpunim do të jetë një mundësi e artë për karrierën profesionale të vajzës, që do të përzillet dhe me këtë rast ju uroj secilës prej jush suksese në këtë garë. Ftoj në skenë të na sjellë zarfin me emrin e fitueses, antarin e juris Azem Gagica.
Mirëmbrëma Azem. Mirëmbrëma të gjithëve. Mirëmbrëma Azem. Azem, je një nga personazhet më të dashur të ekranit për momentin. Çfarë ndryshimi solli në jetën tënde pjesëmarrja në një reality show si Big Brother Kosova? Veshja. Shkëlqen sonte. Po. Edhe mundësit që mu kanë qelë mas Big Brother, njerë që kum njoftu dhe bizneset. Është një trampolin e mirë, të të? Trampolin shumë e mirë. Tashi, se të gjithë janë kurioz, a do të shohim diku dhe si aktor? Së shpejti. Okej, ngelim tek së shpejti. Atëherë le të hapim zarfin dhe të zbulojmë se kush do të jetë Imazhi i Green Coast. Patjetër. Miss Green Coast 2024 Rumina Ivezaj. Presim që të japim dhe buqetën e Lula. Urime Rumina, vajza që do të na shoqërojë me bukurinë e saj gjatë pushimeve tona në Bregdetin e Green Coast. E të urojmë sa më shumë suksese. Faleminderit vajza dhe suksese vajzës fituese. I përcjellim vajzat me një duarturgitje shumë të fortë, sepse do të bëhen gati për sfilatën e tyre të radhës. Faleminderit vajza. E në fakt do të doja të ftoja tani mes nesh një mike të një tjetri produksioni që ne e zhvillojmë që prej 3 vitesh në New York, nëntori shqiptar në New York. Mirpresim në skenë koordinatorin nga BV Consulting në SBA, Belisa Afneshta. Mirëmbrëma Bela. Kënaqësi do të takoj Vezullon sot. E në fakt, Bela ka ardhur enkas nga New Yorku për të shijuar spektaklin e Miss Universe Albania dhe Kosova. Ndërkohë Bela që në New York kemi bashkëpunuar së bashku prej 3 edicionesh në nëntori shqiptar në New York. Çfarë domethënie ka ky event për komunitetin shqiptar atje që në fakt është shumë i madh në numër? Nëntori shqiptar në New York është një event madhështor që ne kemi zhvilluar prej 3 viteve dhe bën bashkë të gjithë shqiptarët më të suksesshëm në New York. Për të promovuar turizmin, kulturën, etnografin shqiptare në New York. Është gjithashtu edhe një mundësi shumë e mirë për të gjithë shqiptarët që janë atje për të zgjeruar rrethin e tyre të bashkëpunimit me njëri tjetrin. Eventi jon ka shumë performanca dhe të ftuar special, gjithashtu ka tërhequr vëmendjen e shumë politikanëve të rëndësishëm në Amerikë, siç është edhe kryebashkiaku Eric Adams dhe politikani Richard Grenell. Ndjekim bashkë një insert të një viti më parë, nga nëntori shqiptar në New York. Se semra ime jeti vete Esmerka, moj esmerka Esmerka, o leset me kri Shiftë të së dashuri Je versioni më ndryshoj Tje ditë se mbajna Kushelën dojë Ma fale Shërit t'jallë o more t'jallë Vetë më fale syni në E vetë më fale semre në Vetë më fale dëshurit T'jallë o more t'jallë Do dhe të mu ty sa her mali mu më merë Dashni
për jetë. Opa, hey! Shkoj, tingë. Telefoneta në Kosova, ty atë. E duke qenë se Bela sonte është e pranishme me ne, Bela nuk je si të ikësh pa na zbuluar disa detaje nga edicioni 4. Edicioni 4, Nëntori Shqiptar në New York, do të zhvillohet në sallën madhështore në New York, Gotham Hall, me 15 nëntor 2024. Ju mirpresim të gjithëve shqiptarëve atje, sidomos të gjithë shqiptarët në New York. Shumë faleminderit Bela, faleminderit. Disa yje të muzikës shqiptare do të performojnë sonte në këtë skenë duke ashtuar hieshin miseve tona. Kam kënaqësinë të ftoj tani një artist fitues i disa çmimeve dhe një zë potent i muzikës live. Zonja dhe zotrinj, para jush, Valon Sheho. Për mama Tiana. Ti e di se sa të du, nuk kam fjallë. Jetën ti ma more mu, ta kam falë. A më do dhe ti ka shumë, a më ndon dhe ti shdo ditë si unë. Nuk kam dashur as njëherë të të lëndoj, po në fund të gjithë gaboj dhe unë njësoj. A më do dhe ti ka shumë, a më ndon dhe ti shdo ditë si unë. Ti mos më shaj, fajin e mbaj. Unë dua të jem aty, sa dua të jem aty. E sa të më kujtosh, të më mendosh, në krahët e tu do jem aty gjithmonë. Dua të jem aty, sa dua të jem aty. E sa të më kujtosh, të më mendosh, në krahët e tu do jem aty gjithmonë. Të premtova do ndryshoj, tani më fal. Malli janë të marrë për mu, mos haro dikush të do pa fun. Ti mos më shaj, fajin e mbaj. Unë dua të jem aty, sa dua të jem aty. E sa herë të më kujtosh, të më mendosh, në krahët e tu do jem aty gjithmonë. Dua të jem aty, sa dua të jem aty. E sa herë të më kujtosh, të më mendosh, në krahët e tu do jem aty gjithmonë. Sa dua të jem aty. E sa herë të më kujtosh, të më mendosh, në krahët e tu do jem aty gjithmonë. Dua të jem aty, sa dua të jem aty. E sa herë të më kujtosh, të më mendosh, në krahët e tu do jem aty gjithmonë. Ju falenderoj shumë. Valon Sheho në Miss Universe Albania. Ai do të vijë sërish pas pak në skenë, më vonë me një krijim tjetër surprizë. Kemi mbërritur në momentin ku do të japim një çmim special, një vlerësim dhe mirënjohje për miset që kanë shenjuar dhe dardhuar në karrierën e tyre pas kurorëzimit të Miss Universe. Kush është misi i parë që nderohet sonte? E ndjekim bashkë në insert.
Kurorzohet mbretëresha e bukurisë shqiptare në Miss Universe Albania 2020. Përfaqësim dinjitoz i Shqipërisë me pikët maksimale të jurisë, para 500 milion shikuesve në mbar botën. Themeluese e Fondacionit Bashk, që nga kurorzimi i saj si Miss Universe Albania, ajo ka vazhduar të pushtoj skenat ndërkombëtare me elegancën dhe talentin e jashtëzakonshëm. Fotoshooting ndërkombëtar me emrat më të njohur në fushën e modës. Arriti të pushtoj Stambollin si imazhi zyrtar i kompanisë ndërkombëtare Tarek Ediz për vitin 2024 e më pas në pushtimin e billboardeve të Tiranës. Një bukuri si Paula Mehmetukaj, ajo vazhdon të jetë fryma e projekteve të suksesshme dhe shkrepjeve artistike, duke e bërë të qartë se ajo është shumë më shumë se një fituese një titulli. Përfaqësuese e Kongresit Rinor Kombëtar në fushata kombëtare dhe ndërkombëtare nën titullin Tirana kryeqyteti Europian i rinisë. Ajo kontribon në rritjen dhe fuqizimin e zërit të rinisë shqiptare në kongreset europiane dhe ndërkombëtare. Një shembull frymëzues i suksesit dhe përkushtimit, duke treguar se e bukura dhe modelingu janë jo vetëm një pasion, por edhe një pjesë e pandar e jetës së saj të përditshme. Projekte pa fund dhe një rrugë gjatë përpara suksesi, në emrin Paula Mehmetukaj. Personte shkon për Miss Universe Albania 2020, Paula Mehmetukaj. Paula, shkëlqen sonte si fustani jot me shumë. Faleminderit shumë, qa emocionit jem prap në këtë skenë, kaq të madhe, ku jam kurorzuar para 3 vitesh, emocion shumë i veçantë. Kjo është për ty, Paula? Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Urime, Paula. Faleminderit, Eta. Paula, je një nga miset më të bukura dhe që na ke përfaqësuar denjësisht në Miss Universe Shqipërinë tonë. Mund na thuar se si të ka shërbyer titulli i Missit në jetën tënde dhe karrierën tënde? Kurora e Miss Universe për mua ka qenë, është dhe do të mbetet një augur shumë i mirë, më shoqëron dhe besoj që do më shoqëroj gjatë gjithë jetës time. Pa diskutim që jam shumë e lumtur kur shoh që kompeticionet të tilla zhvillohen çdo vit nga një organizatë kaq shumë e madhe, siç është Miss Universe, e cila tashmë ka arritur standarde të tilla që çdo vit arrin të bëjë një event të tillë kaq shumë të bukur. Dhe jam pafund e lumtur dhe pafund mirënjohëse që Miss Universe tani i jep mundësinë gjitha këtyre vajzave, fituese ose jo, për të marrë benefitet më të mira nga ky kompeticion. Është vërtet, Paula. Shumë faleminderit. Faleminderit. Faleminderit, zemër. Pas pak do të kemi disa çmime speciale, por tani më lejoni të falenderoj partnerët e spektaklit ton. Sponsor General, MCN, sponsor të tjerë, Moligix, sistemi qendror i monitorimit online. Grand Blue Fafa Resort, më luksozi në bregdetin e Adriatikut për të gjithë ju që kërkoni pushime ideale. K-Day Hospital, ekipi më i mirë i kirurgjisë estetike italiane që operon në Tiranë dhe Prishtinë. Rikthehemi shumë shpejt në natën finale të Miss Universe Albania dhe Kosova 2024. Publicitet.